Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishti u ngjall. Pra tradita jonë e krishterë është që për 40 ditë mbas Pashkës themi Krishti u ngjall deri në ditën e Analipsit që e kremtojmë këtë të njëjtë që vjen. Sot është e diela e 6 mbas Pashkës dhe quhet e diela e të verbërit. Sepse në këtë ditë neve sot dëgjojmë një mrekulli të Krishtit. Një mrekulli që nuk ishte bërë ndonjëherë në gjithë historinë e njerëzimit. Dhe më konkretisht, le të lexojmë pak nga pasazhi te kjo pjesë e ungjillit sipas Johanit. Në atë kohë, tek po shkonte udhës, Jesui pa një njerëz të verbër që prej lindjes. Dhe dishepujt e tij e pyetën dhe i thanë: "Rabi, cili mëkatoi, ky apo prindrit e tij që ka lindur i verbër?" Edhe Jesu ju përgjegj: "As ky mëkatoi, as prindrit e tij, por kjo u bë që të shfaqet veprat e Perëndis mbi atë. Dhe sa është ditë, unë duhet t'i mbaroj veprat e Atit që më ka dërguar, se vjen nata ku askush nuk mund të punoj. Sa jam në botë, jam drita e botës." Pas që tha këto fjalë, pështyu për dhe, bëri baltë me pështym dhe ja lyti sytë të verbrit me baltën dhe i tha: "Shko lau në liçenin e Siloamit", e cila përkryer do me thënë i dërguari. Edhe verbri shkoi dhe u la dhe u kthye me sy të çelur. Do dini se në Izrael, në Jeruzalem, kishte shumë të verbër në atë kohë, sepse drita e diellit është shumë e fortë në ato vende. Dhe njerëzit kishin masa mbrojtëse, siç kanë sot, pra mbajnë syze dielli. Kështu që verbëria ishte diçka e zakontë. Por te ky verbër kishte diçka të pazakontë, sepse ky kishte lindur pa sy. Pra nuk ishte se kishte syt, por nuk kishte sy fare. Problem gjenetik dhe kishte lindur pa sy. Patjetër që ishte një fatkeq. Ai dhe prindrit e tij. Të gjithë e mëshironin këtë njeri. Por ky njeri asnjëherë nuk ankoi, nuk shante, nuk mallkonte për fatin e tij të keq. Po duronte atë fatkeqësi, atë gjymtim që ishte bërë nga natyra. Dhe kur nxënësit e Krishtit e pan këtë të verbër pa sy, duke pasur një mentalitet judaik, thanë Krishtit: "Kush mëkatoi? Ky apo prindrit e tij?" Duhet dim se në atë kohë fariseët kishin disa teori që ishin dhe herezi. Pra ata thonin që jo vetëm prindrit mëkatojnë dhe lindin fëmijë me gjymtyme, por edhe fëmijët si embrion në barkun e nënave tyre mund të mëkatojnë. Është një pjesë në psalmet e Davidit që thotë: "Dhe ata llokoçiten në barkun e nënës duke thënë gënjeshtra." Por kjo ishte një konstatim i gabuar i fariseve, se embrioni nuk mëkaton dhe një fëmijë i vogël nuk mëkaton. Prandaj dhe gjykimi i një fëmie fillon mbas moshës 11 vjeç, kur ai fillon të jetë i vetëdijshëm. Por të gjitha përgjegjësitë për fëmijët i mbajnë prindrit. Kur Krishti tha: "As ky, as prindrit e tij nuk kanë mëkatuar", dhe kjo smundje nuk erdhi prej mëkatit personal, nuk do të thotë se ky ishte i pafajshëm, sepse të gjithë njerëzit vinë me mëkatin stërgjyshor. Pra të mëkat që bëri njeriu i parë ose çifti i parë, Adami dhe Eva. Plus marrin mëkatet prindërore, plus vinë në një botë të mbushur me mëkate, prandaj asnjëherë nuk duhet çuditemi për paradokse, për gjymtime, për probleme që i themi gjenetike të njerëzve që janë si embrion dhe lindin si fëmijë me gjymtime, sepse vim në një botë të mëkatit. Por Krishti kishte diçka tjetër për të thënë. Pra, mos gjykoni me njerë, kur shikoni një fatkeqësi ose një problem, sepse ne jemi të prirur për gjykuar, për të vënë gishtin mbi fajtorët. Le t'ja lëmë Perëndis gjykimin.
Shpeshherë Zoti nuk na I tregon kush janë shkaktarët e të keqes që trashëgojmë, sepse ndoshta kjo do na krijojë probleme. Do na krijojë zemërime, inate dhe hakmarrje. Por Zoti thot, duroni gjymtimet tuaja, problemet tuaja dhe përpiquni t'i ktheni ato në të mirën tuaj. Të dashur krishterë, duhet dim se çdo gjë e keqe në këtë botë, çdo gjymtim, çdo fatkeqësi, çdo sëmundje, edhe nga ato më të parancishmet, vijnë për pasojën e mëkatit. Po mos kishte mëkat, nuk do kishte asnjë problem të tillë. Por çështja është që neve nuk duhet shajmë dhe të mallkojmë, as të akmerremi, por të durojmë. Dhimbja që vjen për shkak të mëkatit është lejuar nga Zoti që njeriu të vinë në vete. Që duke pasur dhimbje ai të kuptojë se ka gabuar dhe të kthehet nga rruga e gabuar. Fatkeqësisht sot jetojmë në një shoqëri ku përpiqemi të gjejmë narkotik ose të gjejmë qetësues të ndryshëm për të hequr dhimbjen, duke filluar që nga ato dhimbjet e vogla të dhimbjes kokës, dhimbjet e trupit dhe diçka tjetër. Kjo janë arritje të mëdha të teknologjisë, të mjekësisë, por ndonjëherë këto nuk na bëjnë shumë mirë, sepse duke hequr dhimbjen prej trupit ton, prej psiqikës son, neve shpeshherë harrojmë se jemi duke mëkatuar. Dhimbja është lejuar nga Perëndia që njeriu të vinë në vete, të ndalojë, të mendojë dhe të veprojë gabim. Prandaj mos e largoni gjithmonë dhimbjen, sepse nëse ne do largojmë gjithmonë dhimbjen nga vetë e jonë dhe nuk do bëjmë asnjë durim, ne nuk do konstatojmë se jemi duke gabuar. Dhe do jemi në anestezi në mëkatit. Dhe kur largohemi nga kjo botë, atëre do jemi të mbarsur me mëkat, të mbushur me mëkat dhe nuk do kemi më zgjidhje. Prandaj pranojeni dhimbjen, durojeni dhimbjen dhe kuptojeni pse vjen dhimbja. Dhimbja vjen për shkak të mëkatit. Dhe Krishti e pak të qyqar I erdhi keq, por ai tha dhe disa fjalë. Unë jam drita e botës. Për çfarë po fliste Krishti? Po fliste për një dritë artificiale ose një dritë natyrale, siç është drita e diellit? Jo. Krishti po fliste për dritën mendore. Prandaj dhe profeti Malakia e quan Krishtin dielli I drejtësisë. Krishti është drita mendore që vjen në këtë botë ndriçoj çdo njeri. As njeri në këtë botë nuk mund të mbetet ateist ose I pabes. Edhe pse sot ka njerëz që nuk besojnë Zotin, që janë ateist, kjo nuk vjen se ata janë të privuar nga besimi. Jo. Të gjithëve ju jepet mundësi të besojnë, të njohin Zotin. Por jo të gjithë duan t'i japin sytë e shpirtit. Sepse mund të kenë sy trupi, por nuk kanë sy shpirti. Njeriu është një qenie psikosomatike. Është shpirt, është dhe trup. Kemi shqisa trupore, kemi shqisa shpirtërore. Fatmirësisht ne shikojmë nga sytë e trupit, por fatkeqësisht ne shpeshherë nuk shikojmë me sytë e shpirtit. Nuk njohim Zotin, nuk njohim rrugën e kësaj jete dhe jemi si të verbër që udhëheqim të verbrit dhe bijem në grop. Krishti është një person mistik me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Dhe ai e vërtetoi këtë me fjalët dhe me veprat. Krishti shkoi te ky I verbër. Çfarë mori? Mori dhe nga toka, bështyu dhe leu sytë e tij. Shumëtër thonë që ai formoi kapakët e syve, se thamë që ky ishte pa sy, kishte vetëm një lëkurë. Dhe pastaj tha shko lau në pellgun e Siloamit, që do të I dërguar. Dhe kur ky I verbri pa sy u bind Krishtit dhe shkovi lavi syt, atëre u formuan syt. Ai pa. Pse bëri Krishti këtë gjë? Pse mori balt nga toka dhe bështyu dhe leu syt? Nuk mund ta bënte me fjalë. Po, edhe me fjalë bënte. Sa ishte fjala, me anë cilën krijuan të gjithë të dukurat pa dukurat. Por për t'ju treguar atyre që nuk e besoni Krishtin, që mendonin një njeri, një profet të zakonshëm ose edhe një mashtrues, aq më keq, që unë jam biri dhe fjala e Zotit, arkitekti I krijesës, që bëra njeriu nga dheu, dhe tani unë jam bërë vetë njeri.
Dhe duke I bërë sytë këtij njeriu tregon si u krijua njeriu, si u krijua trupi njeriu, prej dheu. Por tham që nuk kemi vetëm trup, kemi dhe shpirt. Dhe kur ky vajti dhe lau syt, ai pa. Larja e syve është simbol I pagëzimit. Prandaj dhe Kisha ka vendosur këtë pjesë ungjillore në këto ditë gjallësore për na treguar neve se nuk duhet të interesojmë vetëm për shërimin e trupit, por dhe për shërimin e shpirtit. Zoti kërkon që njeriu të shikojë një herë mëndërisht, pastaj fizikisht. Si shikon njeriu mëndërisht? Duke marrë shpirtin e shenjtë. Si e marrim shpirtin e shenjtë? Kur pagëzohemi. Pagëzimi është syri I shpirtit. Prandaj të dashur të krishterë, është shumë e rëndësishme pagëzimi. Se edhe mund t'i kemi të gjithë shqisat e trupit, mund t'jemi perfekt, por nëse nuk I kemi sytë e shpirtit, veshët e shpirtit, nuhatjen e shpirtit, neve jemi të humbur, jemi të verbër përjetësisht. Prandaj është shumë e rëndësishme të pagëzohemi në kish, dhe kështu ne na jepen sy për të parë Zotin. Duhet dini se ata që nuk pagëzohen I bëjnë një të keqe të madhe vetes tyre, fëmijëve tyre. Sepse ata mbeten të verbër në këtë jetë dhe në përjetësi. Tregohet një histori se si ishte një person shumë karizmatik, shumë përdëllimtar, bënte shumë të mira njerëzve, por nuk pagëzohej. Një miku I tij që ishte edhe episkop, I thoshte pagëzo, ti je njeri shumë I mirë. Po ja, atë da shtym e do shtym. Por erdhi vdekja dhe ky njeriu I mirë, nga ana njerëzore flasim, vdiq. Atëherë miku I tij, ky episkopi, ju lut Perëndis dhe I tha, ku vajti shpirti I tij? Dhe një angjëll erdhi dhe e çovi në parajs. Dhe atje në parajs kërkonte mikun e tij. Por angjëlli I tha, miku jot nuk është këtu. Po ku është? Dhe dolën jashtë parajsës dhe jashtë parajsës, në portën e parajsës, ishte një qen, një formë qeni I verbër. Ja shpirti I miku ti, miku tënd. Çfarë kuptimi ka kjo? Një njeri mund të bëjë të gjithë mira në këtë jetë, por qofse ai nuk pagëzohet, ai mbetet I verbër. Dhe mbetet në mëkatet stërgjyshore dhe personale dhe nuk hyn në parajs. Prandaj mos ja privoni vetes pagëzimin, dhe aq më shumë fëmijëve që nuk kanë përgjegjësi, dhe përgjegjësinë e kanë prindrit. Edhe ata fëmijë që do ikin nga kjo jetë të papagëzuar, ose ata njerëz që nuk kanë mend, pra janë të çmendur dhe Zoti nuk do gjykoj, ata nuk do shkojnë në ferr, por dhe kur ty në parajs na thonë etrit e kishës do jenë si të verbër. Nuk do ta shikojnë dot Zotin, sepse syri I shpirtit është pagëzimi. Kështu pra të dashur të krishterë, duhet të pagëzohemi. Dhe në qoftë se neve e humbim pagëzimin për shkak të mëkateve, duhet ta rifitojmë pagëzimin, syrin e shpirtit me anë të pendim rrëfimit, që quhet pagëzimi I dytë. Dhe historia mbyllet kështu. Këtë të verbër e akuzuan judejt dhe e nxorën jashtë sinagoge. Por Krishti e takoi edhe I tha, a beson në birën e Perëndis? A dhe ai u përgjigj e tha, cili është o Zot që ta besoj? Dhe Jesusi u përgjigj, ai që flet me ty, ai është që e ke parë. Dhe ai tha, besoj o Zot dhe ju fal. Shikoni se ky kishte lindur I verbër, por Zoti I dha sy jo vetëm të trupit, edhe të shpirtit, dhe ai njohi Jezu Krishtin si birin e Perëndis. Dy njerëzve Zoti ju zbuloi drejt për së drejti kush ishte ai. Grua samaritane, që kujtuam javën që shkoi, e cila pranoi mëkatin e saj që jetonte në kurvëri, pa lidhje martësore, dhe këtij të verbri që kishte lindur I verbër. Njerëzit që pranojnë mëkatet, që përulet, dhe njerëzit që nuk kanë mundësi ta njohin Zotin, Zoti ju shfaqet atyre. Jo vetëm ju jep sytë e trupit, jo vetëm shëndetin e trupit, po jep sytë e shpirtit dhe u jep jetë përjetshme. Amin.